Bismillahirrahmanirrahim. Sot, inshallah, do të analizojmë një nga temat që trajton Ibn Jauzi ke teksti i tij, dhe tema kryesore normalisht për çdo fe është për çfarë qëllimi janë krijuar njerëzit. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu i përgjigjet kësaj pyetje drejt për drejt në Kur'an, surën Dhariyat, në ajetin 56, ku thotë: "Dhe nuk i krijova gjindet dhe njerëzit përveç se që të më adhurojnë mua." Për sa i përket gjindëve, ne do ta lejmë atë për një temë tjetër, por këtu ajo që na intereson janë qenjet njerëzore, dhe Allahu xhalla xhelaluhu thotë në Kur'an që nuk i krijova njerëzit përveç se që të më adhurojnë. Ky ajet tregon se Zoti krijoi qenjet njerëzore që ta adhurojnë dhe t'i binden atij, ose me fjalë të tjera që ta kujtojnë Zotin dhe të jenë gjithë një marrëdhënie të vazhdueshme me atë. Allahu xhalla xhelaluhu i krijoi njerëzit vetëm për ta adhuruar atë, duke zgjedhur lirisht ta adhurojnë dhe jo duke qenë të detyruar për një gjë të tillë. Në këtë kontekst, sipas dietarëve musliman, njeriu është një qenie fisnike sepse është krijuar në mënyrë të plotë dhe është e prirur natyrshëm për të përmbushur qëllimin e krijimit të tij. Çdo specie, çdo qenie ka një funksion veçantë dhe asgjë nuk është krijuar pa një funksion. Përkundrazi, çdo krijesë ka një qëllim që lidhet me funksionin për cilin është krijuar. Që do të thotë që çdo gjë që është e krijuar ka një funksion të caktuar, ndosë funksioni i saj mund të ndryshojë sipas rrethanave. Por përmbushja e këtij funksioni konsiderohet gjëja më fisnike që qenia në fjalë mund të bëjë, ndërkohë që neglizhimi i qëllimit të krijimit është i qortueshëm dhe dërgon domosdoshmërisht në shkatrimin e qenies në fjalë. Po ta shihni këtë lloj konceptimi, ky konceptim përputhet plotësisht me atë që njihet në filozofinë etike si etika e virtytit, ose ajo që i quhen anglisht ethic virtue. Dhe etika e virtytit, e cila ka qenë pjesë durmuese, më saktë, etika e virtytit ka qenë këndvështrimi dominant në traditën islame, në traditën etike islame, të mënyrës se si dietarët muslimanë kanë shpjeguar rolin e etikës virtytit në jetën njerëzore. Dhe kjo ka qenë edhe mënyra dominante se si etika dhe spiritualiteti konceptohen dhe konsiderohen edhe në ato që ne i quajmë fe abrahamike, hebraizmi, krishtërimi e tjerë, si edhe në traditën greke helene. Dhe pjesë e kësaj qasjeje, një element shumë i rëndësishëm i kësaj qasje është ajo që quhet telos në greqishtën e vjetër, që do të thotë objektivi apo qëllimi përfundimtar i diçkaje. Dhe telosi luan një rol qendror në etikën e virtytit, sepse i referohet qëllimit, fundit ose synimit përfundimtar drejt të cilit orientohet një qenie. Çdo gjë ka një telos, çdo gjë ka një qëllim, ka një fund, ka një objektiv. Dhe virtytet, për këtë arsye, kuptohen si cilësitë që e ndihmojnë njeriu të arrijë ulëzimin e mirëfillt njerëzor. Virtytet si guximi, drejtësia, urtësia, vetkontrolli nuk janë thjesht vlera arbitrare, ato janë tipare që e përsosin natyrën njerëzore dhe i mundsojnë njeriu që ta realizojë në mënyrë të drejtë qëllimin e tij. Pra në këtë lloj konceptimi, qenjet njerëzore dhe çdo gjë tjetër në krijim është e krijuar për një funksion specifik dhe për një qëllim përfundimtar. Dhe lumturia, ose më saktë qëllimi i çdo krijese është përmbushja e këtij funksioni. Shumë prej krijesave e përmbushin funksionin e tyre në mënyrë automatike, duke ndjekur ligjet e natyrës që Allahu xhelaluhu i ka vendosur në krijim. Kur vjen puna tek njeriu, duke qenë se ne jemi qenie që kemi vullnet të lirë, atëherë është mbi ne, ose mbi përgjegjësia jona, që të zgjedhim të mirën dhe të lëmë të keqen, që të përmbushim të gjitha virtytet që i përkasin qenies tonë dhe që të përmbushim misionin dhe qëllimin për cilin jemi krijuar. Por për ta bërë këtë, ne kemi nevojë fillimisht të kuptojmë se pse jemi krijuar dhe cili është qëllimi dhe objektivi i krijimit njerëzor. Dhe në këtë lloj konteksti, virtytet nuk janë asgjë tjetër veç përmbushje dhe plotësim i rolit për cilët Allahu xhalla xhelaluhu na ka krijuar. Dhe kjo ethic virtue, siç e thash, është qasja dominante në filozofinë helene, në krishtërim, në hebraizëm, në islam, dhe ka qenë qasja dominante pothuajse në të gjitha civilizimet dhe qytetërimet e botës. Është vetëm në periudhën moderne që ethic virtue, duke filluar nga perëndimi, duke përhapur edhe më tej, filloi të bie në ndikim dhe filloi të bëhej të shkojë gjithë një drejtësi që quhet emotivizëm. Dhe rrëzimi i besimit në një telos, pra ideja që njeriu ka një qëllim përfundimtar, filloi të shkërmoqej, dhe rrëzimi i besimit në një telos të përbashkët njerëzor është një nga shkaqet kryesore të konfuzionit moral modern dhe të ngritjes së asaj që quhet emotivizmi. Tash emotivizmi në filozofinë etike i referohet
një lloj teorie morale që argumenton se gjykimet morale nuk përshkruajnë fakte objektive, por kryesisht shprehin thjesht emocione, qëndrime, apo pëlqime apo mospëlqime personale. Dhe sipas një prej autorëve më të famshëm që ka qenë kritik ndaj emotivizmit, McIntyre, në librin e tij After Virtue, kultura moderne ka rënë thellësisht në emotivizëm sepse shoqëritë bashkëkohore e kanë humbur kuptimin e përbashkët të qëllimit njerëzor, virtytit dhe jetës së mirë. Ai argumenton se debatet morale moderne shpesh ndrohen në mosmarrëveshje të fundme, pa pasur asnjë zgjidhje, sepse pretendimet morale trajtohen si shprehje të preferencave personale dhe jo si gjykime racionale të bazuara në një themel objektiv moral. Vetë pyetja që ne bëmë me cilën nisëm dersin, cili është qëllimi i krijimit njeriu, nënkupton një etikë të virtytit. Në botën moderne, një qasje e tillë konsiderohet e parrokshme sepse njeriu nuk ka qëllim të parakrijuar, nuk ka një funksion specifik, ai e bën vetë vetën e vet, ai ja cakton vetë qëllimet e tij, ai e cakton vetë edhe përfundimet e mira sipas asaj që pëlqimit e njerëzve i japin atyre kuptim. Dhe në këtë lloj konteksti, shumë prej temave fetare klasike, shumë prej çështjeve klasike si puna e kësaj, për cilin qëllim është krijuar njeriu, kanë filluar të humbasin gjithnjë më shumë kuptim në botën moderne, veçanërisht perëndimore, për arsye se etika e virtytit ka rënë dhe emotivizmi është bërë forma dominante e mënyrës se si njerëzit mendojnë për veten dhe për etikën. Gjithsesi, kjo është thjesht për një kontekst, me fjalë për të kuptuar dallimet ndërmjet mënyrës tradicionale se si njerëzit mendojnë rreth këtyre çështjeve dhe mënyrave moderne se si njerëzit mendojnë rreth këtyre çështjeve. Megjithatë, ajeti kuranor thotë dhe unë nuk i krijova gjindet dhe njerëzit për tjetër gjë, vetëm se që të më adhurojnë. Para se të fillojmë të analizojmë këtë, është e rëndësishme që t'ju jap disa mendime të dietarëve musliman rreth këtij ajeti. Kur Allahu xhella xhelaluhu thotë nuk i krijova njerëzit për tjetër gjë vetëm se që të më adhurojnë, shumë dietarë musliman kanë thënë që ky pasazh i fundit që thotë që të më adhurojnë është një tekst i përgjithshëm që vjen në mënyrë të përgjithshme, apo synon diçka specifike, që synon vetëm ata njerëz të cilët e njohin Zotin dhe në mënyrë të vetëdijshme e adhurojnë atë. Sepse nëse e merr në mënyrë absolute që Allahu nuk i ka krijuar njerëzit përveç se që ta adhurojnë, ne e dimë shumë mirë që ka një pjesë të njerëzve që nuk e adhurojnë Zotin. Dhe nëse Zoti ka pas për qëllim që të krijojë që ta adhurojnë, atëherë askush nuk mund të devijojë nga qëllimi hyjnor. Por ne e dimë që disa njerëz adhurojnë dhe disa tjerë nuk e adhurojnë. Për këtë arsye, dietarët musliman kanë thënë që ky ajet, ndonse vjen në formë të përgjithshme, ka synim specifik, që do të thotë që nuk i krijova njerëzit besimtar vetëm se që të më adhurojnë. Disa të tjerë, duke filluar që nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, edhe të tjerë kanë thënë që synimi që të më adhurojnë të thotë që të më njohin mua. Dhe në këtë lloj konteksti ajeti duhet përkthyer si nuk i krijova gjindet dhe njerëzit përveç se që të më njohin mua. Sepse përmes krijimit, Allahu xhella xhelaluhu bën të mundur manifestimin e emrave dhe cilësive të tij në krijim dhe bën të mundur që krijesat, dhe veçanërisht njerëzit, të jetë e mundur për ta që ta njohin Zotin dhe më pas ta adhurojnë atë. Dhe në këtë lloj konteksti, që të më adhurojnë mua, do thotë që të më njohin mua si Zot dhe që të hyjnë në një marrëdhënie të vazhdueshme përmes adhurimit. Dhe dietarë të tjerë kanë thënë që nuk i krijova gjindet dhe njerëzit përveç se që të më adhurojnë, ka kuptimin përveç se që t'i vendos ato në një botë ku do ketë sprova, ku do sprovohen me të mirën dhe me të keqen, dhe unë t'i urdhëroj ata që të ndjekin të mirën, duke më adhuruar mua dhe t'i largohen të keqes dhe mosbesimit. Në këtë lloj konteksti, qëllimi i krijimit është sjellja në jetë e një krijese si puna e njeriut, me vullnet të lirë, i cili do të vendoset në një arenë që është kjo botë në cilën jetojmë, dhe aty do të sprovohet me të mirën dhe me të keqen, dhe aty Allahu do t'i urdhërojë ata që ta adhurojnë. Pra nuk i krijova gjindet dhe njerëzit përveç se që t'i urdhëroj ata që të më adhurojnë. Prandaj dhe dietarët muslimanë të mendimit të fundit kanë thënë, kjo do të thotë dhe nuk i krijova gjindet dhe njerëzit në këtë dynjë të sprovës, përveç se që t'u kërkoj gjatë rrugëtimit të sprovës tyre që të më adhurojnë lirisht dhe pa shtrëngim. Sepse Allahu i krijoi ata si qenie kontingjente të pajisura me vullnet të lirë. Sikur vullneti i Allahut kishte qenë që adhurimi i tyre të realizohet përmes shtrëngimit dhe detyrimit, atë kjo do të gjendej te të gjitha qeniet njerëzore, por ne e shohim që disa e adhurojnë dhe disa jo. Prandaj, fjala e tij që të më adhurojnë nuk është një shprehje që shpjegon qëllimin përfundimtar të krijimit, por sqarim i asaj që kërkohet prej krijesave gjatë rrugëtimit të sprovës së tyre në këtë dynja. Prandaj dhe Allahu xhella xhelalu në shumë ajete kuranore thotë, si për shembull në surën Mulk ajeti 2, thotë ai që krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se cili prej jush është më i miri në vepra,
Në surën Kahf ajeti 7 thot dhe ne kemi bërë gjithçka që gjenden në tokë zbukurim për të, për t'i sprovuar njerëzit se cili prej tyre është më i miri në vepra e kështu me radhë. Prandaj dhe dietari Husein Khalaf në komentin e tij të Kuranit Safatul Bayan thot kuptimi i këtij ajeti është që nuk i kam krijuar këto dy lloje krijesash, xhindët dhe njerëzit, përveç se për adhurimin tim. I pajisja ata me mendje, shqisa dhe fuqi, duke i bërë kështu në gjendje të përshtatshme dhe të gatshme për adhurim. Udhëzimi im dhe thirrja ime u janë bërë të qarta njerëzve. Ai që ecën sipas predispozitës dhe natyrës së tij zanafillore, fitrës së tij pra, beson në mua, më njëson dhe adhuron vetëm mua. Ndërsa ai që kundërshton predispozitën dhe natyrën e tij, ndjek epshin e vet dhe ndjek një rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve. Në këtë konteksti pra, Allahu xhelle xhelaluhu i ka krijuar njerëzit që t'i vendos ato në mejdanin e sprovës, t'i jap atyre të mira dhe të keqen, t'i pajis me fuqi dhe me kallete për të dalluar të mira dhe të keqen, t'i ndihmoj ata në zgjedhjen e të mirës dhe të keqes, ose në zgjedhjen e të mirë dhe braktisjen e të keqes, përmes profetëve, shpalljes dhe për kujdesit të tij të përhershëm për krijimin. Dhe në këtë lloj konteksti, qëllimi i krijimit është adhurimi i Allahut, domethënë është urdhërimi i Allahut që ndaj njerëzve që ta adhurojnë atë dhe të zgjedhin lirisht të mirën dhe t'i largohen të keqes. Sipas dietarëve musliman, një Zot i cili ka këtë qëllim dhe i cili është i urtë dhe i gjithdijshëm, si dhe i gjithpushtetshëm, presupozohet ose pritet që një Zot i tillë t'i pajis njerëzit me të gjitha cilësitë kognitive, njohëse apo epistemologjike, ditunore të duhura për ta përmbushur misionin e vet. Sepse një Zot i cili krijoi njerëzit për një mision dhe qëllim përfundimtar dhe nuk i pajis ata me cilësitë e duhura për ta përmbushur atë, është një Zot që nuk është i urtë, nuk është i gjithdijshëm, është një mangësi që nuk mund t'i përshkruhet një Zoti ashtu siç e koncepton Islami. Prandaj, në këtë lloj konteksti, Allahu xhelle xhelaluhu në këtë vështrim në Islam, në momentin kur e ka vendosur këtë si qëllim përfundimtar të krijesave, i ka pajisur ata me dhuntitë e duhura për ta përmbushur misionin, i ka ndihmuar ata me dhunti shtesë, le të themi kështu, prej tij, duke i dërguar profetë të shpallje, si dhe ja ka bërë botën të aftë që njeriu të punojë në të, ta modelojë atë dhe të bëjë të mundur realizimin e vullnetit hyjnor në lidhje me qenien njerëzore. Prandaj dhe dietarë musliman ka thënë që një prej ndihmësave kryesore dhe një prej kanaleve kryesore përmes të cilave Allahu xhelle xhelalu u bën të mundur që njeriu ta përmbush misionin e vet, është që ai i ka ngolitur në zemrën e njeriu një aftësi, një predispozitë të lindur zanafillore për ta njohur Allahun xhelle xhelalu. Pra njerëzit janë në mënyrë të natyrshme të prirura drejt besimit. Kjo është ajo që në antropologinë e fesë, filozofinë e fesë apo në shkencat fetare njihet si homo religius. Qenjet njerëzore janë qenje fetare. Ky është një koncept kryesisht antropologjik që pohon se qenjet njerëzore janë të prirura në mënyrë të natyrshme drejt besimit, kërkimit, kuptimit dhe transcendencës. Një koncept i tillë pohon se dëshira për të vërtetën përfundimtare, për ritualin dhe lidhjen me të shenjtën është themelore për natyrën njerëzore, po aq sa arsyeja apo gjua. Dhe në një Zot i cili ka vendosur si qëllim përfundimtar për krijimin që ata ta adhurojnë atë, apo ai t'i urdhëroi ata për adhurim, ndërkohë që ato janë në mejdanin e sprovës, kjo qasje njerëzore, ky element njerëzor që njeriu është një qenie thellësisht fetare për nga natyra e tij, është ajo që pritet për një Zot i urtë të gjithfuqishëm dhe gjithdijshëm që t'i bëjë të mundur njeriu t'ia lehtësojë përmbushjen e qëllimit krijimit të tij. Dhe kjo në tekstin kuranor, ndër të tjera, paraqitet tek ajo që quhet beslidhja e Alastit. Dhe kjo është një tekst kuranor ku Allahu xhelle xhelalu thotë: "Përkujtohu Muhammed kur Zoti yt nxorri nga kurrizi i bijve të Ademit, parsarësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë për veten. U tha, a nuk jam Zoti juaj?" Ata u përgjigjen: "Po, dëshmojmë se ti je Zoti ynë." Kështu bëri Allahu në mënyrë që ju e njerëz të mos thoni në ditën e Kiametit, këtë nuk e kishim ditur. Kjo beslidhje e Allahut që ka qenë fryti shumë studimeve, analizave teologjike, mistike në Islam, ky ajet që sapo përmenda, flet për një ngjarje ku gjithë njerëzimi ka qëndruar përpara Zotit dhe ka dëshmuar ekzistencën dhe vërtetësinë e tij. Të gjithë ne kemi dalë përpara tij dhe kemi dëshmuar se do ta njohim atë dhe nuk do t'i shoqërojmë askënd në adhurim. Kjo është një beslidhje që në këndvështrimin islam ka marrë jetë në një dimension krejt të ndryshëm nga ky hyjni përpara krijimit ton individual, por realiteti i tij, siç shprehin dietarët musliman, ka mbetur i ngolitur thellë në natyrën njerëzore
dhe më saktësisht në atë që në Islam quhet fitra, e cila mund të përkthehet si natyra zanafillore, njerëzore, homo religius. Fitra konsiston në aftësinë e lindur të njeriut për të njohur Zotin si Zot, për të njohur transcendencën dhe njohurinë e tij, dhe si edhe për ta njohur veten dhe krijimin si krijesa, të cilat janë në një marrëdhënie robërimi dhe adhurimi me Allahun e lartësuar. Në këtë kontekst, jeta njerëzore dhe ajo fetare është një lloj përkujtimi dhe përjetësimi i këtij çasti të rëndësishëm, i kësaj beslidhje të alastit. Kjo reminiscencë e kësaj beslidhje të kahershme është vulosur në fitrën njerëzore sipas këndvështrimit islam, dhe sa më shumë ta përkujtojë njeriu këtë fakt përmes adhurimit dhe plotësimit të vullnetit hyjnor, aq më shumë ajo ngjarje përforcohet në qenie njerëzore, aq më shumë njeriu i drejtohet thelbit të tij. Në këtë lloj konteksti pra, një nga dietarët musliman Raghib el-Isfahani thotë qëllimi i krijimit të njeriu përmbledhet në 3 aspekte. Qëllimi i parë është ai i adhurimit, siç thotë Allahu në Kur'an, nuk e kanë krijuar gjindat dhe njerëzit përveç se që të më adhurojnë. Dhe qëllimi i dytë, thot ai, është kultivimi dhe banimi i tokës. Allahu thot në Kur'an, ai ju nxorri prej tokës dhe ju bëri banues të saj. Është ideja që njeriu është urdhëruar për Allahu xhel xelaluhu që jo vetëm ta kultivojë tokën, por edhe të vendosë qytetërim. Dhe ky qytetërim duhet të reflektojë vlerat, virtytet dhe vullnetin e Zotit, dhe përmes kultivimit të tokës dhe ngritjes së qytetërimeve njeriu bën të mundur aktualizimin e tij si rob i Zotit, i krijuar për adhurimin e Allahut xhel xelaluhu. Dhe qëllimi i tretë thot, i cili pason, është mëkëmësia, të quhet halifullah. Koncept për cilën unë vite më parë kam publikuar dhe një libër, Njeriu halifullah, dhe ky kuptimi i kësaj është njeriu në këtë dynja, Allahu xhel xelaluhu në këtë mejdan të sprovës e ka krijuar njeriu që të sundojë mbi krijimin në mënyrë njerëzore normalisht, dhe të përpiqet për ta qeverisur tokën, që e cila i është dhënë amanet, sipas virtyteve fisnike të vullnetit hyjnor, si urtësia, drejtësia, durimi, bamirësia, mirësjellja. Pra njeriu në këtë dynja ushtron pushtet mbi shpirtin e tij, si edhe mbi shoqërinë ose mbi dynjan, dhe në këtë kontekst ai duhet të përfaqësojë trajtat karakteriale të Allahut xhel xelaluhu, në kuptimin që nëse Zoti është i mëshirshëm, njeriu duhet të jetë i mëshirshëm sipas kapacitetit njerëzor, nëse Zoti është i urtë, njeriu duhet të jetë i urtë mbi këtë dynja e cila na është dhënë amanet për Allahut xhel xelaluhu, dhe të bëhet në këtë mënyrë khalifatullah fil ard, mëkëmbësi Allahu xhel xelaluhu në këtë tokë. Për qëllimi kryesor, të cilët do të fokusohemi tani, është qëllimi i parë dhe kryesor që përmend Raghib el-Isfahani, që është qëllimi i adhurimit. Dhe Allahu xhel xelaluhu thot, e ka krijuar njeriu që ta adhurojë atë. Dhe sipas Kuranit, siç e përmenda më parë, dhe sipas Islamit, njeriu i është dhënë gjithçka për të kryer misionin për cilën është përgjegjës, për përmbushjen e amanetit hyjnor. Dhe në thelb, adhurimi i Allahut xhel xelaluhu dhe të krijuarit e kësaj dynjaje dhe njeriu në mënyrë që ta adhurojë Allahun xhel xelaluhu, i referohet, i kthehet mbrapsht, nëse mund të themi kështu, konceptit të amanetit, që Allahu xhel xelaluhu e ka krijuar njeriu në këtë dynja me vullnet të lirë, në mënyrë që ai ta adhurojë Zotin dhe përmes adhurimit të përmbush amanetin e Allahu xhel xelaluhu për krijimin. Në një ajet kuranor Allahu xhel xelaluhu thot, ne ja paraqitëm amanetin qiejve dhe tokës dhe maleve, por ata nuk e pranuan dhe u friksuan prej tij, por njeriu e mori përsipër. Tani vullneti hyjnor ose ky amanet shfaqet në 2 lloje. Vullneti i parë përmbushet në mënyrë të detyrueshme nga gjitha krijesat, duke funksionuar sipas një sistemi ligjesh të përcaktuara dhe harmonike siç janë ligjet natyrore. Në qej edhe në tokë, ky vullnet hyjnor kryhet, përmbushet përmes domosdoshmërisë së ligjeve natyrore. Dhe natyra nuk mund t'i dhunojë atë, gjithçka që ajo bën është vetëm respektimi i tyre. Right? Kjo është ajo që mund të quhet ndryshe pjesa ligjore e detyrueshme e vullnetit hyjnor. Por ekziston një lloj i vullnetit hyjnor që mund të përmbushet vetëm kur agenti veprues është i lirë. Dhe kur përmbushja apo mos përmbushja e këtij vullnetit janë njësoj të barazvlefshme. Këto janë ligjet morale, ligjet shpirtërore, dhe vetëm tek njeriu vullneti hyjnor zbatohet në mënyrë të vullnetshme dhe të lirë. Sepse vetëm njeriu falërisë tij është i aftë ta plotësojë apo jo atë. Vetëm njeriu, ndryshe nga të gjithë krijesat, plotëson kriterin për një veprim moral dhe shpirtëror, dhe në këtë mënyrë është i aftë të përmbush atë që quhet
pjesa etike dhe shpirtërore e vullnetit hyjnor. Në një farë mënyre, ligji moral, kjo pjesa e lartë e vullnetit hyjnor, e përmbushet e ligjit moral shpirtëror, bashkë ekziston me ligjin natyror, meqense ai përmbushet gjithnjë në kontekst të sendeve, personave dhe lidhjeve me botën empirike. Por ata janë dy ligje të ndryshme për sa i përket nivelit të vlerës. Përmbushja e vullnetit hyjnor përmes ligjeve natyrore kalon përmes domosdoshmërisë. Dhe plotësimi i tij është i njëjtë për të gjithë krijesat. Ndërkohë që vullneti hyjnor që përmbushet përmes ligjeve fetare, morale, shpirtërore, varet nga subjekti, pra varet nga njeriu në këtë rast. Dhe vullneti i tij për ta plotësuar atë apo jo. Kjo e bën këtë të fundit cilësisht më të lartë se të pari. Dhe njeriu është krijuar nga Allahu i Gjithëlavdishëm për të përmbushur pjesën më të lartë të vullnetit hyjnor, pjesën shpirtërore dhe etike, dhe ai është i aftë, në ndryshim nga pjesa tjetër e krijimit, të pikas amanetin hyjnor në natyrë. Për të kryer sa më mirë këtë funksion fisnik, siç e kemi thënë edhe në fillim të dersit, njeriu duhet ishte i lirë, i përgjegjshëm. Dy kushte themelore këtu për çdo veprim moral, normalisht edhe shpirtëror. Për këtë arsye, në shumë ajete kuranore, Allahu xhalla xhelalu i ka kushtuar rëndësi veprimit të lirë dhe me përgjegjësi të njeriu. Në këtë kontekst, kur Allahu thotë në Kur'an ne ja paraqitëm amanetit qejve, tokës dhe maleve, pa ata nuk e pranuan, po friksuan për ti, por njeriu mori përsipër. Njeriu është e vetmja qenie e cila mund ta merrte përsipër këtë pjesë të lartë të vullnetit hyjnor, sepse është e vetmja qenie që Allahu xhalla xhelaluhu e ka krijuar me liri dhe me vullnet lirë që bën të mundur përmbushjen e vullnetit moral dhe shpirtëror të Allahu xhalla xhelaluhu. Tani ky amanet që refuzoi qejt dhe toka dhe e mori përsipër njeriu, përmbushet vetëm përmes adhurimit. Ose adhurimi është elementi qendror i përmbushjes së këtij amaneti. Dhe është vetëm përmes adhurimit që bëhet e mundur arritja e këtij qëllimi. Për këtë arsye, adhurimi në vetvete është elementi më i rëndësishëm fetar, prandaj dhe Allahu thotë që nuk e krijuar njerëzit vetëm se që ta adhurojnë atë, sepse adhurimi mundson aktualizimin e moralit dhe përsosjen e spiritualitetit njerëzor. Qëllimi i çdo adhurimit me fill është të bëjë të mundur rrezimin e këtij synimi. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelalu në Kur'an thotë, "Fale namazin, vërtet namazi të ruan nga shturja dhe nga çdo vepër e shëmtuar, dhe vërtet përmendja e Allahut është më e madhe, Allahu di gjithçka që bëni." Pra këtu e ka lidhur adhurimin me përsosmërinë e virtytit, me largimin nga shturja dhe nga veprat e shëmtuara. Adhurimi pra nuk është fundi i rrugës, por është fillimi dhe mjeti përmes të cilit njeriu do të largohet prej të keqes dhe do të aktualizojë moralin dhe aftësitë e tij të quhet halif i Allahut në tokë. Në këtë mënyrë, njeriu do të përmbush amanetin që refuzuan qejt, malet dhe toka. Dhe qëllimi i çdo adhurimi të mirëfillt është që njeriu të arrijë gradën më të lartë të vetrealizimit, që në Islam njihet si ihsan. Pra grada më e lartë e adhurimit është arritja e gradës së ihsanit, që semantikisht do të thotë të bësh atë që është më e mira, më e bukura, dhe që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përkufizuar me shprehjen ta adhurosh Allahun sikur e sheh, dhe megjithëse ti vetë nuk e sheh të ndjesh sa ai po të sheh ty. Pra të arrish deri në atë gradë të adhurimit, saqë të adhurosh Allahun sikur e ke përpara teje, dhe në momentin ku arrihet kjo gradë, adhurimi ka përmbushur atë nivelin e tij më të lartë dhe njeriu ka përmbushur qëllimin e tij përfundimtar. Në këtë mënyrë adhurimi bëhet mjet dhe element që gjithë jeta njerëzore të përkushtohet vetëm Allahu xhalla xhelalu, dhe ky është qëllimi i krijimit të njeriu. Allahu thonë në Kur'an, thuaj vërtet, falja ime, flijimi im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botrave. Dhe nëse njeriu e përmbush siç duhet një qëllim të tillë, atëherë ai do të aktualizojë të gjithë potencialin e tij dhe të përmbush plotësisht pjesën më të lartë të vullnetit hyjnor. Derisa fal dashurisë hyjnore, vullneti njerëzor do të përputhet dhe do të njësohet me vullnetin hyjnor. Dhe siç thuhet në një hadith kutsi të mirënjohur, robi im, thot Allahu xhalla xhelaluhu, nuk më afrohet me asgjë më të dashur me mua se sa detyrimet që ja kam bërë obligim. Domethënë adhurimet. Dhe robi im vazhdo të më afrohet me adhurime vullnetare, me nafile, derisa ta dua. E kur ta dua, pak elementi dashurisë, atëherë bëhen veshi me cilën ai dëgjon, syri me cilën sheh, dora me cilën ai prek dhe këmba me cilën ai ecën. Nëse më kërkon mua, vazhdon hadithi, diçka me siguri do t'ja jap, dhe nëse kërkon strehim tek unë, me siguri do ta mbroj. Më pas Ibn Azuzi vazhdon dhe thot si koment i kësaj, pra ai është në kontekstin e qëllimit të adhurimit.
Ne shpjeguam konceptin, vullnetin e Zotit, pajisjen e njeriu me aftësitë për ta përmbushur qëllimin e tij, dhe si pjesë dhe koncepti kryesor që ai dëshiron të çojë në këtë pasazh që do komentojmë, është që Zoti jo vetëm që ka krijuar njeriu për një qëllim, po e ka pajisur atë me cilësitë e duhura për ta përmbushur atë, si dhe ka ndihmuar me element shtesë, ato që quhen elementet e tawfikut, suksesit, frymëzimit apo hirit hyjnor. Dhe thot, veprat e lejueshme të dynjas, veprat që janë mondane, si ndërtimi, kënaqësia seksuale, ushqimi e me radhë, thot Ibn Azuzi, nëse synimi në to është i mirë, atëherë ato bëhen pjesë e adhurimit. Këtu ai është duke treguar një element shumë të rëndësishëm islam, dhe që është shumë e rëndësishme që ta komentojmë dhe ta kuptojmë siç duhet. Ajo që thot në këtë tekst është që veprat që konsiderohen mondane të kësaj dynjaje, nëse bëhen për qëllimin e duhur, kthehen në pjesë të adhurimit. Dhe në këtë lloj mënyre adhurimi nuk është kufizuar vetëm te ato veprat e ritualit brenda tempullit, nëse mund të flasim me gjuhë kështu laike, por mund të shtrihet edhe tek veprat që konsiderohen normalisht si veprat e kësaj dynjaje. Zakonisht ekziston një opinion i përhapur në shoqërinë shqiptare, nëse më themi kështu, tek jo muslimanët, po edhe tek muslimanët deri diku, sipas cilit Islami nuk njeh asnjë dallim dhe asnjë diferencim ndërmjet fetares dhe mondanes. Apo fetares dhe laikes, po mondanes është më mirë. Mondania është ajo që ka të bëjë me çështjet e jetës së përditshme. Ndërkohë që dietarët musliman e kanë njohur dallimin ndërmjet asaj që konsiderohet fetare, që në arabisht quhet dinie, dhe asaj që konsiderohet mondane, që në arabisht quhet dunjawije. Dhe ky diferencim ka qenë i pranishëm dhe përshkon të gjitha shkencat islame. Ne kemi uploaduar në faqen e YouTube-it një leksion në lidhje me këtë çështje, dhe unë thjesht do ta sintetizoj deri diku atë që kemi thënë atje në mënyrë më të detajuar. Siç e thash, nuk është e vërtetë që nuk ekziston një dallim ndërmjet fetares dhe mondanes në konceptimin islam, dhe për shembull një nga përdorimet më të shpeshta të kësaj dikotomie ndërmjet dinies dhe dunjawijes, fetares dhe asaj që ka të bëjë me dynjan, gjendet në analizat që dietarët musliman i kanë bërë dhe interpretimi që ato i kanë dhënë bekimeve, niam në arabisht, dhe dobive, përfitimeve, menafi të gjërave ndryshme. Për shembull, në analizat e dietarëve musliman klasik, disa dobi dhe disa begati konsiderohen pjesë e kënaqësive të kësaj dynjaje, si ushqimi, seksi, veshja e kështu me radhë. Meqense këto lidhen me aspektet fizike dhe trupore të jetës njerëzore, ato shoqërohen natyrshëm me atë që konsiderohet sfera e dynjas. Ibn Taymija për shembull bën një dallim të qartë në këtë drejtim. Në një nga eset e përmbledhjes me ese të Ibn Taymijas Xhami Rasail, ai i kushton një seksion çështjes së klasifikimit të kënaqësive të jetës, në ato që lidhen me dynjan dhe ato që lidhen me fen. Lidhur me kënaqësinë e dynjas, ai thot ato janë shqisore, si ushqimi, pija, seksi, veshja dhe gjërat që burojnë për tyre, si edhe nefsanie, që nefti, si udhëheqja dhe pushteti. Ndërsa kënaqësitë e dinies, kënaqësitë e fesë, asaj që konsiderohet fetare, thot ai, reduktohen në dy: besimin në të vërtetën e lajmit, tasdik al-khabar, ku lajmi këtu i referohet shpalljes hyjnore, dhe bindjen ndaj urdhrit të Zotit, të cilën Ibn Taymija lidh me drejtsinë dhe integritetin moral. Dhe kjo lloj ndarje në nimete fetare dhe nimete dunjawije nuk është vetëm tek Ibn Taymija, është edhe të gjithë dietarët e tjerë. Për shembull, Imam Razi rahimullah ka të njëjtin ndarje, dhe ai thotë që një begati fetare është ose njohja së vërtetës në vetvete, ose njohja së mirës në mënyrë që njeriu të veprojë sipas asaj. Sa i përket begative të kësaj dynjaje, thotë ai, ne me dunjawije, ato janë ose nefsanie, të nefsit, të egos, ose trupore, bedenia si quhet, ose të jashtme, kharijia. Po shembull jashtëzakonisht i mirë që tregon këtë diferencim që dietarët musliman kanë bërë ndërmjet çështjeve që kanë të bëjnë me dynjan dhe çështjeve që kanë të bëjnë me fen, mund ta gjejmë tek Imam Gazaliu në librin e tij Ihya Ulumuddin, në kapitullin ku ai flet për etikën e shoqërimit, për etikën e të pasurit shoqëri me njerëz, flas shoqë atje me radhë. Dhe ai shkruan për dobit e mbajtjes së një shoqërie të mirë. Dhe thot, dhe citoj, thot njeriu kërkon si dobi fetare, ashtu edhe dobi të dynjas nga shoqërimi, nga sohbeti. Sa i përket dobive të dynjas, ato janë përfitimi financiar, përfitimi në nder dhe reputacion, ose thjesht të qenit shoqëror përmes pranisë dhe fëmijësisë së mirë. Megjithatë thot,
Imam Ghazaliu, kjo nuk është ndër objektivat tona kryesore me sohbetin. Sa i përket thot dobive fetare, ato bashkohen të gjitha objektivat të ndërto janë përfitimin e dije, kur ke shoqëri të mirë, në vepra, e tjerë më radhë. Si edhe pasuria që e bën njeriu të pavarur nga humbja e kohës në kërkimin e furnizimit të përditshëm. Besoj se është e qartë se për dietarët e mëdhenj musliman që shkruan në zhanre të ndryshme, dallimi ndërmjet dinit dhe dynjas, fesë dhe dynjas, ishin dallim kuptim plot, i cili në shumë aspekte janë deri diku diferencës ndërmjet fetares dhe sekulares, nëse nuk është e njëjta gjë, siç do ta shpjegojmë shumë shpejt, dhe për da fetaria lidhej shpesh me ligjin hyjnor, adhurimin, shpërblimin, virtytin moral, si të shihen në raport me jetën tjetër dhe me Zotin. Kjo kuptohet në dallim nga sfera jashtë fetare, pra dynjawije, e cila kishte të bënte kryesisht me aspektet shqetësore, trupore, mendore dhe të jashtme të jetës njerëzore, si dhe me gjërat e zakonshme të ekzistencës njerëzore, si ushqimi, marrëdhënia seksuale, të cilat në funksionin e tyre parësor nuk konsideroheshin dinia fetare. Dhe megjithatë, ndosë ka një lloj ngjashmërie ndërmjet laikes dhe fetares apo mondanes dhe fetares, dynjawijes dhe dinijes, gjërat që kanë bëjmë me këtë dynja dhe gjërat që kanë bëjmë me fen, ato nuk janë njësoj në mënyrë se konceptohen sot në botën perëndimore përgjithsisht dhe mënyrën se dietarët muslimanë e kanë konceptuar tradicionalisht. Sepse përgjithsisht në botën moderne perëndimore, dallimi ndërmjet fetares dhe laikes është se ato konsiderohen si të kundërta me njëra tjetrën dhe si një lloj konflikti të vazhdueshëm ku secila tenton që t'i marrë territor tjetrës apo konceptohet se janë të ndarë në mënyrë të ngurtë. Ndërkohë që në këndvështrimin islam nuk ka kundërshti dhe luftë ndërmjet dynjawijes njerëz, çështje që kanë bëjnë me dynjan dhe çështje që kanë bëjnë me fen, por ka diferencim. Mënyra se si dietarët muslimanë i kanë konceptuar në formën e diferencimit, që e shenjta ndodhet kudo, po ka grada shenjtërie dhe ka nivele. Disa prej të vërtetave, disa prej aspekteve të jetës njerëzore janë në një gradë shenjtërie dhe fetarie aq të lartë dhe të kulluar sa konsiderohen aspekte fetare, ndërkohë që disa të tjera konsiderohen si aspekte të kësaj dynjaje, por kjo nuk do të thotë që ato janë jo fetare, antifetare, apo në kundërshtim me fen, dietarët muslimanë thjesht kanë bërë diferencimin ndërmjet këtyre dyre sferave. Dhe ndosën përgjithsisht në diskursin perëndimor rreth laikes dhe fetares, tentohet të vendoset një demarkacion, një kufi shumë i ngurtë dhe i prerë ndërmjet laikes dhe fetares, në konceptimin tradicional islam, kufiri ndërmjet mondanes dhe fetares ka qenë përgjithsisht poros, që do të thotë që sfera fetare mund të përshkonte sferën mondane dhe ta lartësonte atë në vlera dhe në nivel dhe ta shndërronte atë në diçka fetare, në diçka që ka të bëjë me adhurim. Për shembull, Imam Razi rahimullah në komentin që i ka bërë surës Bekare, ajeti 164, ajetin në fjalë thotë, me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të tokës, në këmbimin e natës me ditën, në anijet që lundrojnë nëpër det për t'u sjellë dobi njerëzve, në ujin që Allahu zbret prej qiellit, duke ngjallur përmes tij tokën e vdekur dhe duke shpërndar gjithfar gjallësash, në lëvizjen e erërave dhe në rret që qëndrojnë midis qiellit dhe tokës, pra në të gjitha këto, sigurisht që ka shenja për njerëz me intelekt. Ky është ajeti kuranor. Imam Razi rahimullah thotë, dije se begatit janë dy llojesh thotë, dynjawije dhe dinia, mondane dhe fetare. 8 gjërat që janë përmendur në këtë ajet, qetë, toka, ndrimi i natës dhe i ditës, anijet, shiu, krijesat toksore, erërat dhe rret, të cilat Zoti ka përmendur, janë në kuptimin e dukshëm, në kuptimin e drejt për drejt, begati dynjawije, janë begati të kësaj bote. Mirë, kur njeriu i mençur me intelekt reflekton mbi to dhe udhëzohet përmes tyre drejt njohjes së krijuesit, atëherë ato bëhen begati dinia, fetare. Megjithatë, dobia e tyre në aspektin e begative dinie vazhdon ai, nuk plotësohet pa shëndetin e shqisave, ekuilibrin e temperamentit trupor, edhe dobia e tyre në aspektin e begative fetare, nuk plotësohet pa shëndetin e intelektit dhe hapjen e shikimit brendshëm, el basar, el batin, shikimi brendshëm shpirtëror. Pra, kjo thotë, ky element që po shpjegoj, sugjeron se gjërat dynjawije mund të marrin një kuptim dinie, fetare, kur përdoren për një qëllim qartësisht fetar. Dhe kjo na ndihmon të kuptojmë mënyrën se si dini, sfera fetare, potencialisht e përfshin sferën dynjawije, dhe kur një gjë dynjawije e lidh vetëm me diçka fetare, si sheriati, shpallja hyjnore apo adhurimi, që po marrim në analizë, ajo bëhet pjesë
e sferës fetare, dhe në këtë lloj koncepti, po t'i kthehemi mbrapsht atit pasazhit të Ibn Azuzit, ai thot, veprat e lejueshme të kësaj dynjas, si ndërtimi, kënaqësia seksuale e më radh, nëse synimi në to është i mirë, atëherë ato bëhen pjesë e adhurimit. Dhe ky aspekt i marrëdhënieve ndërmjet mondanes dhe fetares dhe i aftësisë së njeriut për ta shtrirë sferën e fetares edhe në ato aspekte që konsiderohen dynjawije, duke e lidhur çështjet dynjawije me fetaren, duke i bërë ato adhurime, është një nga mënyra se si Allahu xhallal xhelalu ja ka mundsuar njeriu që ta përmbush adhurimin, qëllimin e tij përfundimtar, dhe adhurimi të jetë një pjesë e rëndësishme dhe qendrore e jetës njerëzore. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm dhe një konceptim shumë i rëndësishëm kuranor. Pastaj Ibn Azuzi thot, ai i krijoi dhe u dërgoi njerëzve pejgamber të zgjedhur për krijesave të tij pra. Siç po e shohim, Ibn Azuzi fillon me faktin që Allahu xhallal xhelalu i ka krijuar njerëzit që ta adhurojnë ata. Pastaj ka treguar në pasazhin e dytë se si ai ka bërë të mundur njerëzve që edhe çështjet e kësaj dynjaje, çështjet normale, mondane, të shndrohen në adhurime dhe të shndrohen në çështje që për cilën robi merr shpërblim, duke i lidhur ato me çështjet drejt për drejt fetare dhe me adhurimin e Allahut xhallal xhelalu, dhe tani thot, dhe ai u krijoi atyre pejgamber të zgjedhur prej krijesave të tij. Pra, kjo është po ashtu pjesë ndihmës që Allahu xhallal xhelalu i jep njerëzve që të përmbushin misionin e tyre përfundimtar, që është të zgjedhurit në mënyrë të lirë dhe të vullnetshme të adhurimit të Allahu xhallal xhelalu, të përqafimit të mirës, dhe të largimit nga e keqja. Dhe në pjesë e kësaj është që Allahu xhallal xhelalu nga dashuria dhe mëshira e tij për krijimin, nga përkujdesja dhe përkraja që ai ka ndaj krijesave të tij, i dërgon atyre pejgamber të zgjedhur prej krijesave të tij, pra për njerëzve, që t'i tregojnë atyre vullnetin Allahut xhallal xhelalu. Në këtë kontekst, Allahu xhallal xhelalu në surën Bekare, ajeti 213, thot, dikur të gjithë njerëzit përbënin një bashkësi të vetme. Pra dikur, në fillimet e krijimit, gjithë njerëzimi ka qenë një bashkësi e unifikuar në adhurimin e Allahut. Dhe kur ata devijuan, të shfaqeshin devijimet e para, pastaj Allahu dërgoi profet me lajmet e mira dhe paralajmërime. Bashkë me ata, bashkë me profetët pra, ai zbriti edhe librin me të vërtetën, shpalljet, për të gjykuar njerëzit në çështjet për të cilat nuk pajtoheshin. Mirëpo njerëzit u grinden midis tyre, pra mos pajtimi vazhdoi të ekzistonte, pasi u erdhën shenjat e qarta, ata vazhduan të grindeshin midis tyre nga zilia që kishin për njëri tjetrin. Atëherë vazhdon ajeti kuranor, me vullnetin e vet, Allahu udhëzoi besimtarët që ta kuptonin të vërtetën lidhur me çështjet për cilët të tjerët nuk pajtoheshin. Allahu shpije në udhë të drejtë këtë doj. Ky ajet kuranor tregon se si profecia ishte një ndërhyrje e Allahut xhallal xhelalu në krijim, pjesë e providencës së tij, pjesë e përkujdesis së tij për krijimin, në momentin kur bashkësia e parë njerëzore filloi të përçahej në çështjet që kishin bënë me Zotin, botën, krijimin, qëllimin e njeriu të më radh, duke i sjellë atyre profet, dhe bashkë me ta duke zbritur librin me të vërtetën, në mënyrë që ata të kishin një kriter për të gjykuar për çështjet për të cilat nuk pajtoheshin, sepse intelekti nuk mund të japë gjithnjë përgjigje përfundimtare, sidomos për çështjet që kanë bëjnë me metafizikën edhe me Allahun xhallal xhelaluhu. E megjithatë, grindja midis njerëzve vazhdoi për shkak të zilisë që njerëzit kanë për njëri tjetrin, thotë ajeti kuranor, dhe Allahu udhëzon me këtë shpallje dhe me këtë profet besimtarët që ta kuptojnë të vërtetën dhe udhëzon të shpihen në udhë drejt këdo që ai dëshiron. Këtë lloj konteksti, sipas këndvështrimit tradicional në Islam, dërgimi i profetëve është i domosdoshëm, sepse shumica e njerëzve nuk e dinë se çfarë është e dobishme dhe çfarë është e dëmshme në lidhje me çështjet e botës tjetër, si në aspektet e përgjithshme, ashtu edhe në ato të veçanta. Ky është citim fakt nga Ragib el-Isfahani. Dhe ai thotë, edhe pse disa njerëz mund të njohin parimet e përgjithshme të jetës së ardhme, ata nuk i njohin hollësitë e saj. Do të thonë nuk e dinë saktësisht sa dije kërkohet, si duhet të ohet dhe kur duhet të fitohet. Prandaj Allahu i dërgoi të dërguarit e tij te të gjithë njerëzit, si të masa e gjerë, ashtu dhe elita. Dhe misioni i profetëve është që të kuptojnë njerëzve mesazhin e Zotit, të pastrojnë shpirtrat e tyre, të mësojnë librin dhe urtësinë. E besimtarët e devotshëm që ndjekin udhëzimin e profetëve, thotë Ragib el-Isfahani, do të jenë të shpëtuar në këtë botë dhe në tjetrën. Këta janë njerëzit që e kuptojnë librin hyjnor, meqense Allahu e ka dërguar mesazhin për të gjithë njerëzit, askush nuk ka justifikim për të mos e ndjekur atë. Allahu thotë në Kur'an, dhe ne nuk e dënojmë askën derisa të kemi dërguar një të dërguar. Synimi ynë sot nuk është që të analizoj profecinë islam, karakteristikat e profetëve, llojin e tyre, format, sepse kjo do të jetë pjesë
e një dersi tjetër të veçantë kushtuar profecisë. Ajo që është e rëndësishme këtu është që të kuptojmë që profecia, pejgamberët dhe shpallja janë pjesë e përkujdesit dhe providencës hyjnore në mënyrë që njeriu ta ndihmojë njeriu që të përmbush qëllimin përfundimtar të tij, të adhurimit të Allahut xhelle xhelalu në mënyrë sa më të saktë dhe sa më të mirë. Por unë dëshiroj që të analizoj dy gjëra këtu. Jashtëzakonisht të rëndësishme që në një farë mënyre bëjnë dallim themelor ndërmjet, le të themi, islamit edhe krishterimit, po marr krishterimin me që e kemi fen, të më thënë, nga fetet kryesore në Shqipëri, me gjithë ato denominacionet që ajo ka. Dhe pyetja e parë që vjen ndërmend është kjo shpallje dhe këto profet që kanë ardhur, në ç'më mënyrë janë zbritur në tokë? Në ç'më mënyrë plani dhe vullneti i Allahut xhelle xhelalu për t'i treguar njerëzve të vërtetën dhe për t'i udhëzuar ata drejt adhurimit dhe shpëtimit është shpalosur në këtë dynja përgjatë historisë. Tashi, në teologjinë e krishterë ekziston një nocion që quhet nocioni i ekonomisë hyjnore. Ekonomi është një fjalë që rrjedh nga greqishtja oikonomia, që do thotë administrim, menaxhim ose plani hyjnor. Dhe i referohet planit të Zotit për shpëtimin e njerëzimit përgjatë historisë. Sipas konceptit kryesor të krishterë, ai nuk kupton idenë se Zoti gradualisht e zbulon veten dhe realizon shpëtimin përmes një sër etapash apo dispensacionesh e quhen historike. Përmes një sër beslidhjesh dhe ndërhyrjesh hyjnore. Sipas këtij kuptimi, Zoti e përgatit gradualisht njerëzimin për ardhjen e të vërtetës përfundimtare, ardhes Krishtit. E vërteta nuk ka qenë e disponueshme për njerëzimin që nga fillimi, por është shpalosur gradualisht deri në kulminimin e saj, që është ardhja e Krishtit, i cili konsiderohet kulmi dhe përmbushja e ekonomisë hyjnore. Bota në këtë koncept është teatri ku drama hyjnore shpërfaqet me akte të ndryshme në periudha të ndryshme derisa kulminon në vetë ndërhyrjen e Zotit në histori, sipas konceptimit krishterë, me shërimin dhe vdekjen shpaguese të tij në kryq. E vërteta e plot rreth Zotit zbulohet dhe bëhet e ditur vetëm në etapën e fundit të planit hyjnor për shpëtimin e njerëzimit. Në këtë kontekst, për shembull, palje paraqet gjithë historinë njerëzore si të zhvilluar përmes fazave apo dispensacionesh apo ekonomive të ndryshme hyjnore. Për shembull, faza e parë nga Ademi deri pak para dhënies së ligjit Mosait, ku sipas tij vdekja mbizotronte për shkak të mbizotrimit të gjunahut. Pastaj Zoti solli etapën e dytë, ku erdhi Mosai dhe i dha një të cilit zbriti ligjin, i cili funksiononte si një administrim hyjnor i përkohshëm deri në ardhjen e Krishtit. Etapa e tretë është ardhja e Krishtit, që inauguron sipas palit dispensacion të ri, epokë të re, të karakterizuar nga besimi dhe hiri dhe jo nga ligji i Mojsiut. Ligji bëhet obsolet, ligji bëhet i demode, si thonë. Dhe më pas vjen ai që quhet dispensacioni i mbretërisë së ardhme, ardhja e Krishtit për herë. Pra, në këto katër faza e sheh pali të gjithë dynja. Nëse e shihni këtë lloj konteksti, e vërteta e plot rreth Zotit, vullnetit të tij, qëllimit përfundimtar, nuk ka qenë e disponueshme për njerëzimin që nga fillimi i historisë, por është zbuluar pak nga pak dhe gradualisht derisa ka ardhur Krishti dhe atëherë është marrë vesh e vërteta. Po çfarë ndodh për gjithë ato gjenerata me shekuj që kanë ekzistuar përpara Krishtit? Ata nuk kanë pasur të vërtetën e plotë. Dhe për këtë arsye, ata nuk kanë pasur mundësinë që të shpëtojnë veten dhe të arrijnë lumturinë përfundimtare, sepse nuk e kanë marrë shpagimin e plot nga Zoti. Prandaj edhe në Bibël thuhet që Krishti zbriti në Hades, që është bota e nëndheshme, bota Hades koncept grek përgjithsisht, po i përvetësuar edhe nga hebrejt, bota e të vdekurve, ku shkoi atje në mënyrë që të shpëtonte patriarkët e drejtë të 10 vjetër, Ibrahimin, Ishakun, Jakubin, Musain, Davudin, sepse të gjithë këta kanë jetuar para kryqëzimit dhe ringjalljes, të cilat krishterimi konsideron si aktin vendimtar të shpengimit o të shpagimit. Meqense besoi se shpëtimi vinte vetëm përmes Krishtit, se kjo ishte e vërteta përfundimtare, dhe këto figura, këto patriark, këto profet kanë ekzistuar para ardhjes së Krishtit, atëherë ata nuk mund të hynin ende në mbretërinë e Perëndisë dhe në parajs derisa të shkonte Krishti poshtë në botën ku ata, po në Hadesin, në botën e nëndheshme të vdekurve, e ti shpëtonte të merrte ata me vete në parajs. Dhe kjo vjen si pasojë e këtij konceptimi të ekonomisë hyjnore, ku e vërteta shpallet gradualisht derisa kulminon me Krishtin. Në këndvështrimin islam, Islami nuk e koncepton historinë si një seri dispensacionesh hyjnore rrënjësisht të ndryshme, në të cilët Zoti ndryshon mënyrën e shpëtimit ose themelon beslidhje thelbësisht të ndryshme për epoka të ndryshme. Përkundërzi, Islami e sheh shpalljen
hyjnore si një ripohim të vazhdueshëm të vërtetës zanafillore në lidhje me realitetin dhe të vërtetën hyjnore. E vërteta rreth Zotit dhe shpëtimit ka qenë e pranishme dhe e disponueshme në mënyrë të njëjtë dhe të plotë që nga fillimi i njerëzimit deri sot. Të gjithë profetët kanë predikuar në thelb të njëjtit mesazh metafizik dhe etik, edhe pse format specifike juridike kanë ndryshuar sipas rrethanave dhe komuniteteve. Në këndvështrimin islam, shpalosja e plotë që nga fillimi i historisë njerëzore i të vërtetës hyjnore konsiderohet një element qendror i drejtësisë hyjnore, i rahmetit hyjnor. Në këtë lloj perspektive, shpallja përfaqëson vazhdimsi dhe jo shkëputje, ndërsa profecia kuptohet si ripërtëritje e vazhdueshme e të njëjtit mesazh të përjetshëm të përqendruar tek njëshmëria hyjnore, adhurimi, morali dhe përgjegjësia njerëzore përpara Allahut xhel xhelalu. Prandaj në këtë lloj konteksti, ekuivalenti më i afërt me ekonominë hyjnore në konceptin islam është që nuk është një seri etapash shpëtuese që shpalosen gradualisht, por shpalosja e vazhdueshme e udhëzimit hyjnor përmes profecisë, urtësia pedagogjike e dërgimit të ligjeve të ndryshme për popull të ndryshëm, dhe qeverisja e mëshirshme hyjnore e historisë, duke ruajtur të njëjtat të vërteta të përjetshme të tauhidit, adhurimit, virtytit dhe përgjegjësisë njerëzore përpara Allahut xhel xhelalu. Tani, dhe ky është dallim kryesor. E para, mënyra se si shpaloset shpëtimi në histori. Dhe duke qenë se të krishterët, si edhe hebrejt, kanë përvetësuar këtë lloj ekonomie hyjnore të shpalosjes graduale të vërtetës hyjnore, kjo ka sjell edhe një lloj konceptimi specifik të mënyrës se si këto fe kanë konceptuar beslidhjen e njerëzve me Allahun xhel xhelaluhu dhe mënyrën se si ata kanë arritur në idenë e popullit të zgjedhur. Hebrejt dhe shumë të krishterë e kuptojnë beslidhjen e Zotit me Izraelin në fillimet si një akt të përzgjedhjes hyjnore, të bazuar tërësisht në hirin dhe vullnetin e lirë të Allahut xhel xhelaluhu dhe jo në meritat apo arritet e Izraelit. Pra sipas tyre Zoti e zgjodhi Izraelin nga mesi i kombeve përmes beslidhjes së tij me Ibrahimin alayhis salam, jo për shkak të drejtësisë së tyre, pra që ata ishin të drejtë, por për shkak të dashurisë sovrane të Allahut xhel xhelaluhu dhe premtimit të tij. Në këtë këndvështrim, beslidhja e Izraelit me Zotin merr një karakter thelbësisht një drejtimesh, që do thotë ajo është një lloj premtimi dhe një favor hyjnor i ofruar nga Zoti ndaj popullit të tij, Izraelin në këtë rast, i cili nuk varet nga përmbushja e plotë e detyrimeve të beslidhjes nga ana e popullit. Pra, nuk është e kushtëzuar nga përgjigjja ndaj beslidhjes. Nëse ke hyrë në një beslidhje me Allahun që do ta njohësh, do ta adhurosh, do të bindesh atij, atëre këtë lloj statusi si popull i zgjedhur për një periudhë specifike kohore, duhet ta mbash duke ju përgjigjur shpalljes, duke ju përgjigjur beslidhjes. Po në konceptimin hebrej dhe të krishterë, kjo është thjesht një premtim, një drejtimesh prej Zotit, i cili zgjodhi popullin Izraelit dhe tha ti do jesh biri im dhe unë do të jem Zoti juaj dhe nuk ka rëndësi nëse i përgjigjeni apo beslidhjes, ju do në asnjë mënyrë dhe asnjë rast ju nuk do ta humbni statusin që ju kam dhënë. Për këtë arsye në teologjitë hebreje dhe krishtere, sidomos në hebraizëm, populli hebrej vazhdon të konsiderohet popull i zgjedhur i Zotit edhe kur nuk i përgjigjet kërkesave të beslidhjes. Dhe beslidhja shihet si e përhershme dhe e parevokueshme. Edhe pse Izraeli mund ta ketë shkelur beslidhjen, përzgjedhja e tij nga Zoti kur nuk anullohet. Ky transformim i beslidhjes në një premtim të njëanshëm nga ana e Zotit, që buron nga iniciativa hyjnore dhe nuk kushtozohet nga përgjigjja morale apo fetare e palës njerëzore, përbën këndvështrimin islam një nga themelet e racializimit konceptit beslidhjes dhe të përzgjedhjes hyjnore, ku beslidhja me Zotin kalon nga një marrëdhënie universale dhe morale midis Zotit dhe njerëzimit në një marrëdhënie me karakter etnik ose fisnor, tamam, ku beslidhja fokusohet dhe specifikohet vetëm me një linjë të caktuar biologjike, me pasardhësit e Jakubit, dhe është lidhur me një popull, me një racë, edhe me një etni. Në këndvështrimin islam, beslidhja me Zotin është një koncept jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në Kur'an ekzistojnë terma të shumtë lidhur me beslidhjen me Allahun xhel xhelalu, si termi ahad, mithaq, amanet, wa'd, premtim. Gjitha këto terma i referohen beslidhjes me Allahun xhel xhelalu. Por Islami, duke përqafuar idenë që e vërteta ka qenë gjithnjë e pranishme me njerëzimin që nga fillimi dhe ka qenë e pranishme në mënyrë të plotë dhe përfundimtare, dhe profetët vetëm ripërkujtojnë njerëzve të vërtetë që i është zbritur atyre që nga fillimi i krijimit, në Islam nuk ka popull të zgjedhur.
Njerëzimi në tërësinë e tij është zgjedhur për Zotit për ta njohur dhe adhuruar atë dhe për të qenë marrës të shpalljes dhe dashurisë hyjnore. Beslidhja e Allahut me të gjithë njerëzimin nuk është një drejtimshë, nuk është e parevokueshme, por është mbështetur mbi përgjigjen njerëzore ndaj beslidhjes me Zotin dhe përpjekjes njerëzore për ta përmbushur beslidhjen me Zotin aq sa ka mundësi njeriu, aq sa kapaciteti njerëzor ja lejon. Kurani nuk e mohon faktin që përgjatë historisë njerëzore, Zoti ka bërë beslidhje me popull të ndryshëm, përfshi edhe me hebrejt. Por kjo beslidhje nuk është cilësisht e ndryshme nga beslidhja universale që Zoti ka bërë me gjithë njerëzimin. Në momentet e caktuara të historisë njerëzore, sipas këndvështrimit islam, Allahu xhelle xhelalu përzgjedh një popull dhe e shpëton atë nga vuajtja, siç ndodhi me hebrejt, nga skllavëria në Egjipt, apo i ndihmon ata të dalin nga predikamenti në cilën ndodhen, duke i dhënë atyre dhuratën e profecisë, shpalljes dhe beslidhjes. Në këtë kuadër, Kurani e pranon që Zoti në një moment caktuar historik i ka zgjedhur bijtë e Izraelit me shpallje, me profeci dhe me beslidhje. Ama natyra e kësaj beslidhje, sipas tekstit kuranor, mbetet po e njëjtë. Siç është natyra me çdo beslidhje tjetër. Allahu thotë në Kuran kur përshkruan beslidhjen me popullin e Izraelit, thotë sura Maida ajeti 12, me të vërtetë Allahu mori beslidhjen e bijve të Izraelit, pa bëri një beslidhje me ta, dhe nga mesi i tyre caktoi 12 bikëqyrës. Dhe u tha, unë jam me ju, por me kusht. Në qoftë se do të kryeni namazin, do të jepni zakatin, do të besoni të dërguarit e mi, do të ndihmoni ata dhe do të jepni vullnetarisht Allahut, atëherë patjetër që unë do t'ju ashlyej gjunahet, do t'ju shpije në kopse nëpër të cilat rrjedhin lumenj, pra në parajs, por kushdo nga ju që mohon pas kësaj, me të vërtetë e ka humbur rrugën e drejtë. Dhe ajeti më pas, ajeti 13, përmend se si hebrejt ta thyen beslidhjen, duke mos u përgjigjur asaj përmes shtrembrimit të shkrimit të shenjtë, neglizhimit të një pjese të porosive dhe këshillave hyjnore dhe refuzimit ose vrasjes së profetëve. Përfshi Jahjen, Isain alayhis salam e kështu me radhë. Në versetin tjetër 14, Kurani pohon dhe shkeljen e beslidhjes nga ana tjetër për arsye që dalin jashtë temës sot. Ky refuzim i beslidhjeve është një nga shkaqet që Allahu xhelle xhelalu ja ka kaluar favorin dhe përzgjedhjen e tij muslimanëve. Dhe në tekstin kuranor, ummeti islam dhe muslimanët konsiderohen populli i zgjedhur i Zotit ose njerëzit e zgjedhur të Zotit, por me kusht që ata t'i përgjigjen beslidhjes së Zotit, aq sa kanë mundësi. Pra nuk është e një drejtimshme, nuk është e pakushtëzuar. Dhe prandaj statusi i privilegjuar i bashkësisë muslimane lidhet me besnikërinë ndaj Zotit dhe me përmbushjen e përgjegjësive që janë besuar. Prandaj edhe Allahu xhelle xhelalu i përshkruan muslimanët në Kur'an si bashkësia më e mirë e nxjerrë për njerëzit. Khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Dhe menjëherë shpjegon se ky status është i kushtëzuar nga fakti që ato urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besojnë Allahun. Dhe Kurani paralajmëron gjithashtu se ky status është i kushtëzuar dhe mund të hiqet nëse besimtarët braktisin beslidhjen e tyre me Zotin. Dhe duke ju drejtuar drejt për drejt bashkësisë muslimane në Kur'an, ai thotë, e nëse ju largoheni, Allahu do t'ju zëvendësojë me një popull tjetër e ata nuk do të jenë si ju. Dhe në mënyrë të ngjashme një tjetër ajet kuranor thotë, o ju që besuat, kushdo për ju që largohet nga feja e tij, Allahu do të sjellë një popull që ai i do dhe ata e duan atë. Dhe ky parim është pjesë e një teologjie më të gjerë kuranore të përzgjedhjes synore, sipas cilës Zoti mund të largojë një bashkësim dhe të ngrejë një tjetër në vend saj. Siç thotë Allahu në Kur'an, nëse ai do, ai është duk dhe sjell pas jush këtë dëshiroj. Se për rrjedhoi pra, Kurani e paraqet umetin masë bashkësi të zgjedhur për një mision të ngarkuar me një beslidhje. Por statusi i saj i veçantë i kësaj bashkësie mbetet i kushtëzuar nga bindja, drejtësia, besnikëria ndaj udhëzimit hyjnor dhe jo nga ndonjë privilegj i përhershëm, racor, etnik apo i trashëguar. Dëshiroj ta mbëllja me një tjetër element përfundimtar të tekstit Ibn Azuzit, i cili ndihmon në të kuptuarit e plot të qëllimit krijimit njeriu, të mënyrës se Zoti ja ka bërë të mundur njeriu që të adhurojë atë, ndihmën që ai ka dhënë përmes profetëve dhe shpalljeve. Ibn Azuzi thotë, Allahu xhelle xhelaluhu i frymëzoi atyre shariatin. Prej butësisë së Allahut të madhëruar është fakti se ai ligjëroi për çdo popull dispozita në adhurime dhe marrëdhënie, të përshtatshme për kohën dhe rrethanat e tyre dhe e bëri këtë shariatin islam një shariat të lehtë, me parime të qëndrueshme që nuk ndryshojnë me kalimin e epokave, të vlefshëm për çdo popull, çdo kohë dhe çdo vend. Me të, shariatin islam, ai vulosi të gjitha ligjet hyjnore
dhe futi në dispozitat e tij çdo të ngarkuar me përgjegjësi deri në ditën e Kiametit. Prandaj nuk pranohet adhurim përveç se nëpërmjet tij, dhe kusht për pranimin e adhurimit është besimi. Dhe ai i bëri angjin ndërmjetës midis tij, Allahut dhe njerëzve, dhe i detyroi të gjithë njerëzit të përmbajnë njohurinë e Zotit dhe të besojnë të dërguarit, dhe ai u anështroi robëve të tij botën e sipërme dhe të poshtme. Tash këtu do marrim vetëm dy elementë që janë jashtëzakonisht të rëndësishëm sipas këtij veprimi. Ja para punës është që Allahu thotë ai ju frymëzoi atyre shariatin. Fjala shariat në anën gjuhësore do të thotë rruga që të çon drejt qëllimit. Dhe në origjinë kjo fjalë përdoret për vendin ku njerëzit shkojnë për ujë dhe lumej, pra për të marrë ujë tek lumejt për të kryer gjithçka që ka të bëjë me të. Feja në këtë lloj konteksti u quajt shariat sepse robërit i japin jetë zemrave të tyre përmes saj, ashtu siç i jep jetë etja përmes ujit. Fjala shariat përdoret përgjithsisht për një rrugë të rrahur, një shteg të rrahur që njerëzit përdornin për të shkuar tek burimi i ujit. Dhe ashtu siç një njeri ndërmerr një rrugtim përmes një shtegu të mirënjohur dhe të rrahur për të marrë ujë dhe për të siguruar jetën e tij, të hequr etjen dhe për t'i dhënë jetë, kështu edhe shariati në këtë vështrimin islam nuk është asgjë tjetër vetëm se udhëzim hyjnor, një ndihmës ekstra e Allahu xhelel xhelaluhu për ta ndihmuar njeriu që ta adhurojë Zotin dhe ta përmbushë qëllimin e krijimit të tij, duke udhëzuar dhe sugjeruar atij rrugën më të lehtë, më të kollajt dhe më të mirë për ta përmbushur qëllimin e tij përfundimtar. Dhe në këtë lloj konteksti, në këtë vështrimin islam, shariati ndryshe nga ç'mendojnë çfarë artikulohet në ligjëratat dhe në ligjërimet e atyre që nuk janë muslimanë, nuk konsiderohet si barr, nuk konsiderohet si ngarkesë, përkundrazi, konsiderohet si jetë dhënie. Ashtu siç uji i jep jetë trupit të etur, ashtu edhe shariati i jep jetë shpirtit, i cili kërkon të vërtetën dhe kërkon ta përmbushë qëllimin e krijimit në mënyrën më të plotë. Dhe në këtë lloj konteksti, të gjithë profetët kanë ardhur me shariat, me udhëzimin hyjnor, dhe secili shariat ka pas karakteristikat e veta rrethanore me shoqërinë në cilën ka zbritur, dhe shariati islam është vula e gjitha shariateve, por në përmbajtje ajo është po e njëjtë. Dhe një nga kuptimet që ndodh shpesh në Shqipëri flas, ligjërimi që ne kemi, kryesisht në ligjërimet laik, po edhe në ligjërimin me një lloj ndikimi të krishterë ose nga të krishterët drejt për drejt, është që shariati është një seri dhune, një ligj i cili është i barr për njerëzit, të janë të robëruar ndaj shariatit, ata kanë vetëm urdhëresa, ndalesa dhe gjëra të cilat ja gustojnë gjoksin atyre në themi kështu, dhe i kanë vendosur ato në pranga. Ndërkohë që, siç thuhet shpesh, muslimanët bëjnë mirë që të heqin dorë nga disa urdhëresa shariatike, që të lirojnë veten e tyre nga prangat dhe barra që shariati ka dhënë atyre. Dhe ky konceptim vjen edhe në konceptin laik, po sidomos në të krishterë, vjen nga një konceptim kryesor që gjetet në Dhjetën e Re, në cilën ligji dispensacioni para ardhes Krishtit, ligji që i është dhënë Mojsiut, konsiderohet si një barr edhe si pranga për këtë epokën në cilën Krishti ka ardhur, në cilën në vend të ligjit ekziston hiri, në vend të bindjes ndaj urdhëresave dhe obligimeve ligjore, ekziston dashuria ndaj Zotit. Dhe kjo dikotomi midis ligjit dhe hirit, dashurisë dhe obligimeve, është përçuar edhe në sferën laike, sepse ligjërimi laik perëndimor përgjithsisht ka marrë nga tradita e krishterë dhe nga konceptimet e ligjit hyjnor në këtë lloj forme. Si farisejt ishin mishërimi i barrës dhe prangave që ligji i jep njerëzve, ndërkohë që Krishti dhe Pali dhe apostujt që erdhën pas tij ishin mishërimi i hirit dhe dashurisë hyjnore dhe të çlirimit e vërteta, të t'i bëjë të lirë dhe të çliroheni nga obligimi për të ndjekur ligjin. Në konceptimin islam, shariati nuk është barr, siç e thash, nuk është pranga, nuk është diçka që të ngushton gjoksin, është në fakt çlirim, në fakt fath, që quhet në arabisht, hapja e kraharorit, sepse Allahu xhelel xhelaluhu i ka dhënë njerëzve udhëzimin, rrugtimin më të duhur, ja ka sqaruar cila është forma më e mirë për të përmbushur qëllimin kryesor, dhe është udhëzim nga i Madhi Zot për të qenë njeriu sa më i mundur që të përmbush krijimin e tij. Dhe Ibn Azuzi ke teksti vet thotë që Allahu xhelel xhelaluhu e ka bërë këtë shariat të lehtë dhe me parime të qëndrueshme. Tani Allahu xhelel xhelaluhu një jetë jashtëzakonisht rëndësishme kuranor që ne nuk kemi mundësi ta analizojmë në mënyrë të plotë tani për shkak të kohës, duke ju referuar drejt për drejti sidomos hebrejve, po edhe të krishterëve, thotë ata që ndjekin të dërguarin, profetin e pamësuar,
të cilën e gjejnë të përshkruar në Teurat dhe në Injil. Yajidunahu maktuban indahum fi Teurat wal Injil. Pa i referohet për profetin sallallahu alaihi wasallam. Thot, përshkruan karakteristikat kryesore të profetit dhe i referohet saktësisht këtij keqkuptimi lidhje me shariatin. Thot, ky profet që Allahu xhalla xhelalu e ka sjell dhe që ju o të krishterë dhe hebrej e gjeni të përshkruar në Teurat dhe në Injil, në Teurat dhe në Injil, urdhëron për atë që është ma'ruf, e mirë, e pranueshme dhe ndalon nga ajo që konsiderohet munker, e keqe. Tash fjala ma'ruf në arabisht i referohet diçkaje që njihet, pranohet dhe vlerësohet si e mirë nga çdo kush. Janë ato gjërat që janë vjedhja është e keqe, përdhunimi i fëmijëve është e lik. Këto gjëra kanë një unanimitet në shoqëri në mënyrë të vetvetishme që njerëzori konsideron i njeh dhe i pranon si të këqija. Ti jesh i dashur me prindrit, të duash fëmijët e tu, njihen, pranohen dhe vlerësohen automatikisht dhe në mënyrë unanime si të mira. Dhe Allahu xhalla xhelalu thotë që ky profet, të cilën ne ju kemi sjellur ju, të cilën e gjeni të përmendur në Teurat, ne kemi sjellë për disa aspekte kyçe. Aspekti i parë, ai ju urdhëron për atë që është ma'ruf, për atë që njihet, pranohet dhe vlerësohet nga fitra njerëzore, nga natyrshmëria njerëzore si e mirë. O yanhaw anil munkar, ju ndalon juve nga munkeri, nga ajo që mohohet, refuzohet dhe njihet si e keqe vetvetishëm. O yuhillu lahum at-tayyibat, ai ju ka bërë halal juve gjërat e mira, pra gjëra që në esencë janë të mira. O yuharrimu alehim al-khaba'ith, dhe ju ka bërë haram vetëm ato gjëra që janë për nga natyra të papastra, të liga ose të neveritshme. Kjo është kuptimi i fjalës khaba'ith, tamam? Dhe pastaj thot, këtu ke disa element kryesor që profeti ka ardhur për të urdhëruar për ma'ruf, për të gjëra që vetvetishëm janë të mira, dhe për të ndaluar ato gjëra që vetvetishëm janë të këqija, dhe për t'ju bërë halal gjërat e mira dhe për t'ju penguar nga të përvetësuajt e gjërave të pështira dhe të neveritshme. Dhe ç'ka thot tani? O yadhau anhum israhum wal aghlal allati kanat alehim. Dhe ky profet ka ardhur t'ju heq juve, dhe këtu përgjithsisht ose kryesisht janë hebrejnë si audienca kryesore, për t'ju hequr juve barrën e rënd dhe prangat që ju rëndojnë. Shife se si një nga funksionet kryesore të profetit sallallahu alajhi wasallam është pikërisht ajo për cilën akuzohet shariati, që janë pranga dhe barr për njerëzit. Allahu xhalla xhelalu duke thënë që ai ka ardhur për t'ju urdhëruar të mirën, ma'ruf, atë që është për t'ju bërë halal të mirat, për t'ju ndaluar vetëm nga të pështirat, thotë si dhe ka ardhur për t'ju hequr juve barrën e rënd dhe prangat që u rëndojnë. Kjo është kritik e Islamit ndaj fariseizmit hebre, ndaj hiperlegalizmit hebre, ku përveç urdhëresave dhe ndalesave që gjenden në Teurat, ata përmes arsyetimit ligjor, rabinike me radh, shpallën me qindra norma të tjera si të ndaluara dhe si haram, për të cilat nuk ka asnjë precedent në dhjetën e vjetër, dhe në këtë mënyrë e bën ligjin një barr dhe pranga. Dhe qëllimi i shariatit, siç e thash, është ajo rruga e rrahur që të çon drejt ujit për të dhënë jetë trupit të etur dhe shpirtit që kërkon. Në këtë kontekst, shariati nuk ka ardhur për pranga, ka ardhur thjesht të konfirmojë të mirat, atë që është tayyibat, atë që është e njohur si e mirë në vetvete dhe për t'i larguar njerëzit nga keqja. Dhe në këtë lloj mënyre ai të çliron njeriu, sepse e largon atë nga ajo që është e dëmshme për të. Dhe Kurani dhe profeti sallallahu alajhi wasallam, siç përshkruhet në Kur'an, ka ardhur po ashtu që të tregojë atyre që kanë kaluar në hiperlegalizëm, si është rasti i hebrejve sipas këndvështrimit islam, që t'ia heqë atyre barrën e rënd dhe prangat, që thotë që t'i eliminoj për tyre ato lloj analizash ligjore, të cilat shtonin gjithnjë më shumë ndalesa për njerëzit që nuk kishte tekst shkrimor që të bazoheshin në to. Prandaj dhe thot Allahu xhalla xhelalu në një ajet, "Falladhina amanu bihi", ata që besojnë në të, wa azaruhu dhe ndihmojnë profetin, wa nasaruhu dhe e përkrahin, wa tabi'u nura alladhi unzila ma'ahu dhe ndjekin nurin me cilën profeti ka ardhur, ulaike humul muflihun. Këta njerëz do të jenë ato që do të jenë të shpëtuar. Prandaj edhe një hadith jashtëzakonisht të rëndësishëm për temën, profeti sallallahu alaihi wasallam, i hadith transmetuar nga Abu Huraira, thot inna hadha dinu yusrun, sepse Ibn Azusi thot Allahu ka zbritur këtë shariat të lehtë me parimet të qëndrueshme të gjitha kohërave dhe shariatin e vet, të përfundimtar.
thot inna hadha dina yusrun. Me të vërtetë kjo fe është e kollajt, është e lehtë. Lan yushada dina ahadun illa ghalabahu. Thot çdo kush që tregohet tepër strikt në fe, që e shndron fe në barë dhe në pranga, feja do ta mund atë. Ai nuk do të ketë mundësi ta bartë fen dhe do të dalë prej feja si përfundim. Fasaddidu, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ndiqni rrugën e ekuilibruar, rrugën e mesme. Wa qaribu, sa ku përpiquni t'i afroni të mesme sa më shumë që të keni mundësi. Thot wabshiru, pranoni lajmin e mirë të shpërblimit për veprat e drejta, wa yassiru, dhe lehtësojeni me fjalë gjërat, dhe duke qenë të qëndrueshëm në adhurim në mëngjes, në mbrëmje, në një pjesë të natës. Shifë si e mbyll me adhurimin si përfundim. Në këtë hadith ne shohim që feja përshkruhet si yusr, inna hadha dina yusr, në vërtet kjo fe është e kollajt. Tash shpesh ne e përkthejmë dhe e përdorim në ligjërimin tonë të përditshëm që feja është e thjeshtë. Problemi me këtë përshkrim është se e thjeshta në gjuhën shqipe është edhe jo e komplikuara, dhe sidomos është edhe jo e thella. Dhe kur thu feja është e thjeshtë, atëherë pse duhet ti të dedikoj jetën diçka që është e thjeshtë? Diçka që është e cekët, diçka që nuk është e thellë, diçka që nuk është e komplikuar, dhe automatikisht në gjuhën shqipe është edhe diçka që nuk ka vlerë. Por kur thuhet yusrun, që feja është e kollajt, e lehtë, nuk do të thotë që është e thjeshtë, por do të thotë që është lehtësisht e përthithshme. Pse? Sepse profeti, siç e përmend ajeti kuranor, ka ardhur për të urdhëruar që ne të bëjmë gjërat që janë vetvetishëm të mira, që fitra jonë, natyra jonë njerëzore e kupton që është e mirë, dhe për ta ndaluar nga ato gjëra që kuptohet vetvetishëm që janë të këqija dhe që janë të neveritshme. Dhe në këtë kontekst i ka një përputhje ndërmjet shariatit, natyrës njerëzore dhe mendjes shëndosh. Prandaj dhe feja është e lehtë në kuptimin që është e kollajt dhe është lehtësisht e përthithshme, jo se është e thjeshtë në kuptimin që është jo e komplikuar, jo e thellë dhe e cekët. Dhe ky është jashtëzakonisht e rëndësishme që ta kemi parasysh. Edhe në tekstin kuranor thot fasaddidu, ndiqni rrugën e mesme, dhe thuhet Islami është rruga mesme, rruga mesme. Ideja është që edhe kjo është një problem, sepse rruga mesme, e mesmja, mesataria, siç thonë një herë përmendet, ka një element në gjuhën shqipe që mund të përshkruajë diçka që është as mish, as peshk, diçka që është mediokër, një e mesme midis asgjë konkretisht, është diku aty në mes. Është diçka e mesme që nuk është e thellë në asnjë gjë. Ndërkohë që fjala wasatia apo saddidu në këtë rast i referohet jemi të ekuilibruar, i referohet të gjesh pikën e mesme të artë, siç ka thënë Aristoteli. Në këtë lloj konteksti feja nuk është e mesme, është e ekuilibruar, është e drejtë peshuar, është e kollajt e lehtësisht e përthithshme. Dhe në këtë hadith thot çdo kush që tregohet tepër strikt në fe, feja do ta mundet. Dhe kjo i referohet pikërisht atyre prangave dhe barrës që Kurani kritikon hebrejt që shndruan ligjin e tyre në pranga dhe në barr, një lloj kritike fariseizmit hebraik, duke qenë tepër strikt në fe, ato shtuan në shariatin e tyre ndalesa të panumërta për të cilat nuk ka baza shkrimore. Dhe shpesh edhe muslimanët bien në një lloj fariseizmi duke qenë tepër strikt në fe, tepër të ashpër, tepër jo në ekuilibrin e mesëm, si thonë, dhe duke sjell ndalesa dhe ekstremizma të cilat nuk kanë bazë shkrimore. Dhe kushdo që e bën këtë, thot teksti kuranor, feja do ta mund atë. Dhe në këtë lloj konteksti Ibn Azuzi, dhe mbyll me këtë, thot në tekstin e tij, qëllimi të Allahu xhela xhelalu që njerëzit ta adhurojnë atë, jo vetëm që ai ja bëjt mund të ta kuptojnë Zotin, i dërgoi profet, i dërgoi shpallje, por i dërgoi edhe dhe është prej butësisë dhe mirësisë Allahu xhela xhelalu zbritja e dispozitave në adhurim, të në marrëdhëniet, siç thot Ibn Azuzi, dhe ka bërë këtë shariat të kollajt me parime të qëndrueshme që i rezistojnë kohrave. Tamam, dhe me këtë shariati në Islam ka vulosur të gjitha ligjet hyjnore, dhe shariati po ashtu është pjesa e të gjitha atyre elementëve që Zoti i ka vendosur në dispozicion njerëzve, në mënyrë që ata ta përmbushin qëllimin e krijimit tyre në mënyrën më të plotë dhe përfundimtare. Dhe profet, shpallje, shariati, feja, pajisja me intelekt, aftësia dhe predispozita natyrshme njerëzore për të njohur Zotin, të cilët njeriu homo religios, të gjitha këto janë pjesë e dashurisë Zotit për njerëzimin, e për kujdesit tij për ta, e providencës hyjnore dhe lehtësimit të rrugës së njeriu drejt përmbushjes qëllimit të tij përfundimtar. Kjo ishte ajo që kisha
përgatitur për sot. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruka.